Dëmshpërblimi i familjeve të prekura nga përmbytjet dhe fatkeqësitë natyrore është prioriteti i qeverisë, ka bërë të ditur kryeministri Edi Rama, duke theksuar se procesi do të vijojë pas përfundimit të verifikimeve në terren. Në podcastin Flasim, Rama u ndalte situata e fundit e shkaktuar nga rreshjet e dendura, duke vënë në dukje se askush nuk do të mbetet pa përkujdesje. Tu përcjell përsëri dëmtuarve nga kjo goditje e fatkeqësisë së kësaj here, se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrimi ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Sipas kreut të qeverisë, puna e institucioneve nuk do të ndalet në përmirësimin e kushteve të motit, por do të vijojë me riparimin e dëmeve në infrastrukturë dhe dëmshpërblimin e familjeve të prekura. Progresive nuk mbyllet me përmirësimin e situatës të motit, por do të vazhdojë me riparimin e dëmeve në infrastrukturë dhe të çdo dëmi në familjet e prekura nga uji. Ekipet tona të verifikimeve janë në terren që nga dita e parë, ndërkohë që Ministria e Financave e ka të përgatitur tani më të gjithë planin me skenarët e dëmshpërblimit. Presim rezultatin përfunditar të verifikimeve për të kaluar në fazën e dëmshpërblimeve. Dhe mos harroni, kur ne erdhëm në qeveri, në malin e borxheve që na lanë trashëgim, aleatët e sotëm të fatkeqësive ishin dhe 2 kodra të larta borxhesh nga përmbytjet e zonës Shkodrës. Ne i shlyem një ato borxhe për ata njerëz dhe nuk kemi hyrë më në asnjë borxh të kësaj natyre me njerëzit e këtij vendi, sepse erdhëm për ndërtuar një Shqipëri tjetër dhe kjo është Shqipëria tjetër që nuk i lë vetëm njerëzit e saj. Gjithashtu, kryeministri deklaroi se do të merren masa ligjore ndaj personave që hedhin plera jo në zonat e caktuara. Pruret marrëmendëse të plastikës nga lumej në të raste janë të frikshme, janë të neveritshme, janë kriminale në kuptimin e plot të fjalës. Hedhja rrugëve, shisheve dhe qeseve plastikës, të ishte ky vend jo atë dheu yni përbashkë, por një kosh plerash në një territor që s'na përket, me cilin s'kemi lidhje. Ku do ku na teket, alim më tej me masa të reja, ku në kësaj fushie të errësirës në trurin ton si milet, duke rritur përpjekjet për sensibilizim, për informim, po dhe për ndëshkim, po ashtu. Duke ju referuar përvojave të mëparshme, kryeministri nënvizoi se qeveria ka shlyer borxhet e trashëguara nga përmbytjet e mëparshme dhe nuk ka krijuar më detyrime të tilla ndaj qytetarëve, duke theksuar se kjo është një Shqipëri që nuk i le vetëm njerëzit e saj.